Baba jem ka qenë një fenomenal, si çdo fëmijë për babën e vet, për prindin është një send shembullore. Nëse babën e kom u punë para 4 viteve, po gjithmonë mit shembull i çdo fëmijë. Çdo fëmijë të më marrë shembull për prindit, e vetmi prindi baba është që nuk do për interes. Cili është kujtimi jot më i bukur me baban tënd? Po kemi shumë kujtime. Kujtimi janë më i bukur ku më shku, do me thonë, prej Kosovës, ku më shku për e të parë në Gërbet, që ta kom për qafim më ngrohtë që ka ekzistue. Ka kujtime ndryshme, po që janë kujtimi që më më pikë. Në atë kohë e dim se kanë mashtime rrit një fëmijë, vlerësimi mund, sa po tam, nuk ka fjalë për një prind, për një babë që shtrit. Do me thonë, nuk mush me paramenu. Jo, unë do të arrish fëmin qysh më ka rrit baba jem. Me respekt, me dignitet. Çfarë është të qenit baba? Një ndjesie mirë është, me pas një pasardhës natyrale. Çfarë roli e ka babaj në familjen kosovare? Babaj do të me pas një rol edukativ të edukuesit, të udhërrëfyesit, si duhet jetohet pa punë të këqija. A besoni se ka ndryshu pak mënyra se si rritën fëmijët ndër gjenerata? Po, patjetër. A është kjo për të mirë apo për të keq? Mendoj që për të mirë,